Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga qendra e fshatit Nartë. Narta është një nga fshatrat më të bukur në Shqipëri. Laguna e Nartës nuk do koment. Është një nga zonat më të bukura turistike. Po problemi është se kjo zonë e bukur turistike nuk ka ujë. Problem i ka hershëm që mbartet, që trashet, ku banorët nga viti në vit gjithmonë më pak kanë ujë. Dhe kanë ujë më pak në qershor, po në korrik, po në gusht. Problemi është shumë i madh dhe banorët i kemi parë në protestë dhe kjo është arsyeja pse emisioni Fol ka ardhur në qendër të fshatit Nartë. Jam kryeplaku i fshatit të Nartës, me të drejtë njerëzit ankojnë, problematika të mëdha e për ujin, probleme për ujin, bile ky fshat për sa i përket për pagesës, është fshati më i rregullt. Turpi më i madh ata udhëheqët të Nartës e ka vënë në Vlorë dhe thonë ka ujë plot ujë. Ku Narta s'ka ujë ato gratë tona, shikoj si janë mbledhur për të la ato rrotë palara. Shikoj se si dritet pleqëri. Shikoj se si dritet pleqëri për një bidon ujë. Nuk ka gjë më të keqe. Se këtu si jemi kriminalë narkotët. Votat i morën. Narkotët nuk janë kriminalë. Pa ujë, pa gjë. Ta dëgjoj Edi Rama. Jemi ankuar gjithmonë edhe të keqen vit për vit, pa asnjë gjë s'kan bërë ata. Një vrymë ujë kanë bërë. Vetëm flasin shumë edhe asgjë s'bëjnë. Kam 15 ditë pa ujë një njeri në shtëpi. S'na vin djem, nuk na vin djem se s'kemi ujë. Diku më shumë e diku më pak, thuaj se të gjithë nuk kanë ujë. Vjen me bote. Bashkia ka gjetur zgjidhjen sjell një botë, po një botë për qindra familje si mund të ndahet. Kjo është një pikpyetje tjetër shumë e madhe. Unë kam mbledhur një pjesë banorëve sot, ditë e diel, faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Kemi ardhur për problemin tuaj të madh, problemin e ujit. E kam parë në 2019 keni protestuar, 20, 21, 22, çdo vit protestoni gjithmonë në të njëjtën kohë, në fillim, në fund majit, fillim qershorit. Ç'a ndodh me ju këtu? Si të quaj? Mund ta mbash pak lutem? Këtu problemi ke shikon, fshati është me tradita të vjetra dhe është katandisur për i bret. Po pse thua katandis se ju jeni afër detit, ky është vend turistik. Po s'ka ujë, jetoj për ujë. Çdo zonë që ngrihet në mëngjes. Po dhe ju nuk e keni larg detin apo jo? Po dhe ju afër jeni. Quhet Laguna e Nartës. Çdo zonë që ngrihet në mëngjes. E merr venet meritet sepse pa fursyt, duart i ka ujë. Ujë s'ka, s'vjen fare? Ujë, unë kam 28 ditë sot, s'ka marrë një pikë ujë në qezmë. Po si ja bën? Si ja bëj me karo, vete tek vorezat marrë. Kështu bëjnë gjithë banorët se pikën e ujit s'merr asnjëri apo disa marrin, disa s'marrin. Ata që janë lart andej, po furnizohen deri në një farë pike. Këtej që jemi ne këtej s'ka fare. S'vjen. Zonat që kanë qenë më të prekura janë në hyrje të qytetit të Vlorës, zona e Pusit Mezinit, zona e Nartës, zona përballë DPSHTR-s, Jallit Nartës ku janë 3 pallate, njëkohësisht një pjesë e lagjes Kushtrimi dhe lagjes Lirim. Kemi arritur ta menaxhojmë të situatë në 2-3 drejtime. E para njerë, duke qenë se unë konstatuan ku janë problemet, kemi ndërtuar flotën e botëve me ujë. Prej ditës së premte, nga ndërhyrjet që janë kryer, situata është normalizuar dhe dua të them që sot në mëngjes nga monitorimet në terren dhe investigimet kemi parë që gjitha zonat fundore kanë marrë ujë në mënyrë si më parë, le të themi, pjesa e ndërhyrjes të bypassit, rikthimin e presionit ka dhënë rezultatet e pritshme. Kur është ndërprer uji? Në çfarë date? Mund të thënë kam 28 ditë unë pa marrë. Kështu ka qenë edhe përpara? Edhe përpara. Nga viti në vit më keq po bëhet. Po. O kemi. Po, ja, më fal pak, ja sa ta mbylli zotria. Po. Datën 11 maj ishim votimet. Po. Me të mbaruar që bën votimet deri në datën 11 ne kishim ujë. Pra deri 11 kishit ujë. Pa ka shumë a mirnim. Mbushnim bulerin. Po. Nga çesma gjithmonë, jo me bote. Nga çesma.
Me pompa. Në qesma. E kuptoj. Me të mbaruar që bën votimet në datën 11 maj, deri më sot, nuk kemi parë pikuj. Vete me gruan, me karo që në orën 4 të mëngjesit, të mbushin 5 bidona, dhe ku t'i gjejmë. Po ku i mbushin kryqë? Bredim qesëm o më qesëm. Të vorezat. Të vorezat e nartës. Po pse atje ka e këtu s'ka? Janë të vdekur atje, nuk margjojnë ujë. Mere mikrofonin. Nuk është nevojë për mikrofon. Jo, po duhet mikrofonin të dëgjojnë. Të dëgjojnë. Atje ka se linja është e ullët. Është e ullët. Edhe ku janë vendet më të ullët? Ku janë vendet më të ullëta? Vete ujë. Ku janë si që ka bërë ato të ujët që e futën në për kanalet ikën ujë i nartës ato të qelbura që nderdim neve, atje i futën ato tubët e ujë. Që tubët e ujët bërë në kanaleve të ujët, zeza i kanë thënë? Edhe po të duash të marru në lagjen time të shikoq Po ku do ta është. shikoj minjë mbas emisioni, do ta dokumentojmë. Të shikoq që është tubë e ujët e bën ata që ishin atë ko, e futën në Qa kanal. viti është bërë kjo investimi? Urdo? Qa viti është bërë investimi? Po janë një 15 vjetë. Që atëherë s'është vënë në dorë këtu? Jo. A ishë investimi? Jo. Po As mendojnë që ka popull këtu, ja shiko flarën, ku të vej ajo? Ajo nuk ngrë të pusë të saj, të ngrë bidonin me ujë, me të blerë sa pension merë ajo. Me 80.000 leka që merë, qa do i dalin, i laqën do i dalin, qa do i dalin. Taksat i merë, ndryqim kanë me për lagje, s'ka. Do shëmuret ajo, do vi doktori, ku të vetë, të pengoj, Doktor natën s'ka. Doktor natën këtu të sëmurem e nuk ka. A nuk keni as doktor? Jo, natën s'ka. Nuk ka? Po si apo një gjithë vlorë? Nuk ka. Që në mëngjes deri drejt, jo kemi dhe. Që në mëngjes. Që në mëngjes. Që në mëngjes ka doktor, kur fillon në ora 8 të gjysmë. Deri në 2 janë doktorë. Jo, janë një mëzgjet ikën do Ikin, edhe nuk kemi, jemi plejt, pësojmë qa pësojmë, Pas nuk infermier kemi nuk ku ka? të vemi, jo. Infermiera ka, po ka dhe jo me orar. Nuk ka në shteti që infermierja e në nartë, po në vëq nga vlora infermiere. Po doktora dhe ato s'ka të përdish neve, në Stamat. Infermieret kanë djerë infermiere narta dhe kanë sen nga vlora dhe nga narta s'ka vënë që ta kemi natën, ta marim telefon këtu. Për një urgjens, për një gjë, gjithë shka Për në një dorë. urgjens, në qofë se jemi keq, unë kam pësuar 2 herë këtë muaj, kam marrë ambulancën. Edhe një ambulancë, jo ambulancë, po një karo që mbarë në pjepra. Kjo është hall mbi hall tani. Më thënë, ujin po, shëndetësin po, Nga të gjitha anët. Një aspekt, Nga të gjitha shumë anët. të shkurtër edhe shumë normal. po, Dije ka dërguar shteti një bot me ujë këtu, Po. në nartë. po, Morën 5 veta, edhe unë mora 5 bidona. po ti ishe ka ajo pecë që e parë. Këtu, Po pra po. në gjëndër. Po, Boti ishte më lartë se gjysma, e morën telefon nga drejtoria, edhe boti iku prap në vlorë. Të gjithë vlerove atje. Do të tani me popin sonë një boljer u këta do dalje. Ka janë, kemi datë 27 është tur për faqet të zërë. 2025-a. Do të vend në Evropë, të vend të gjithë në grop të deri të vend. Na i madhi deri të i vogli. Nuk e dua. E kupton më sonë botin dhe nuk e lë. erdi boti këtu, mbushën 10 veta, në 4-5 bidona 6 litroshe, e morin telefon në drejtoria kush e mori, urgentisht e tha, Është e vërtet që erdhi boti kur ishte media, kur ishte dhe gazetarja? po, Kur ishte gazetarja? po, kur ishte gazetari. Pra, vesillin kur është media, po kur s'është media, që po?
Të harojnë. Të harojnë. Të harojnë. Ma thuaj këtë, që po ndodh? Me gjithë zëmër, nartën e kam bërë deklarasor, ne ka ne të gjithë të drejtat. As uj, Hajde këtu. as uj, Po çlidhje ka, një minut, uj, çlidhje ka me bindje politike. Ja ta mbaroj zotria, do vite ty. Vata ndërmarja ujrave. Vata kova krye inxhinierin. As ma frëshëlloj fare. Ka shumë kohë? Ka shumë Po kohë? një javë ca. Pa ku ishte problemi Një djalë tjetër për ndërmarja ujre. Po? Narta tha, s'ka për të marrë ujë kurrës. Po pse? Pse është deklasuar? Si e deklasuar? Armiku popull nartës. Jeni bërë tani apo keni qenë para të vjetës? I kam parti tani po vazhdon prapë. Pra u kthye koha, mbrapsh. U kthye diktatura mbrapsh. O zotëri, Po. narta ka bërë 500 vjetë burë. Në punë e verit. Po. Ka bërë 500 vjetë burë. Për aratisje të ndim aratisje. Populli. Mbledh vitet e bashkë të njerëzve të dënuar. Njerëzve të dënuar ka bërë 500 vjetë. 500 vjetë burë. Po tani jemi më të keq nga burë. Se tani duan të na vrasin kështu, dhe të jetin ilaç. Në ato ujnë të vdesim një herë mirë. Po s'ka dhe vend për të na varrosur, është argjumi. Ta marrin një skrep edhe të na hedhin atje. Mbaroj filmin. Ore vetëm mua më hënë to muskonjata, po. Por ç'është ky të merr këtu? Shtu jeni gjithmonë me këto muskonja, nëne kështu. Muskonja? Sa të duash? Është bërë disinsektim. Asnjëherë. Edhe në darkë të vishtë shtërish. Natën e kam pak mbisur kështu. Po jeni vend i bukur, jeni vend turistik. Jemi, po ku ta gjejmë, bora kemi të bukur. Ku ta gjejmë, thuaj ti. Ora atë kryeministrin e keni kapur në një për xhaketë të sotmin të djeshtë. Erdi për pas këtu, dhe i thash. Se si themi? I tham, do të sjellim na tha. Do të sjellim tha. Po ja do sjellim. Ja atë fjalën e mirë dhe na fusin në grop. Po ju keni 34 vite ju gënjemo, ç'është ky Po muhabet? çfarë të bëjmë, bolla, çfarë të bëjmë? Ku do shkojmë? Për të gënjur akoma. Unë të thash, do të vinë çunat tani, po? Ne nuk vinë. Nga emigrimi? Në ngrimi, kemi në Greqi, në Gjermani, nuk vinë. S'ka nuj, në qa do lajnë fëmit. Ne s'kemi për vete, jo do vinë familja. Ja, në mos në largoh. Qa të themi, bolla, ja të kemi. Buk nuk kërkojmë. Me ato që kemi, kalojmë. 100 mima, 7 marë. Ti ke në karrocë, e? Në karrocë Po ka. si ja bën ti? Po si furnizohet? Na neta, zbori të shi bolla. Është turbi botës. Turbi botës. Jemi pa ujë, unë e kam në karrosë të bëjë. Është nevojtar. Po mi si e siguron? Me pension e blen ujin, si ja bën? Me pension? Me pension të blesh, pa Po sa lek merr ti pension? 200.000. 200.000 me gjithë burrin apo vetëm? Jo, 200.000 dhe i. Vetëm? Ne. Po sa ilaçe merr? 50.000 i merr ilaçe. Marr dhe unë të mirë. E ç'a ngele ty për? Ato që do ngelim. Kemi drita, kemi ujë, i paguajmë ujë. Ujë s'kemi e paguajmë. Iko i e qon atë deftesën. Pse pagoni a forfë? S'keni ujë? Po, qa të në bëjë, unë nuk shikoj mas gjatje të orë. Pra ju keni paguar dhe kur s'keni ujë? Po, re. Nuk kemi ndenjër asnjë muaj pa paguar. Po, masi paguar të gjithën edhe. Nëse ke Pagova mundësi. 17.000 unë tani. 7.000 është ajo e shtëpisë. 10.000 leka, ku i argjova uju? Një njeri që Ta jam. thuaj ti tashi, pa ujë e të paguash. Jo që s'kam ujë. Dur. Po. Djali nuk është këtu? Nuk jeton fare. Shtëpia dhe ujë 150. Edhe ujë s'keni? Jo, nuk jeton fare, themi. Pra bilani, ujësjellë si të vlorës është mirë. Janë në rregull ata bolla. Po? Paguajnë ujë. Po? Pa marrë pik ujë. Kam listën këtu dhe nuk po hy t'i marrë me radhë, po marrë kampionin, Bashkinë e Vlorës. 78.9% humbje. Do me thënë, një kompani e falimentuar si një piramid që vazhdon merr para
nga shteti dhe si një lapidar abuzimi me faktin që uji është jetik. Edhe si mund të vazhdojë kështu kjo histori? Ne nuk do ta lejojmë më që parat e popullit shqiptar të abuzohen në këtë farfeje nga keqeverisja ekstreme e këtij sektori. Tani në gusht do vinë ata për të në 10 ditë, ditën e parë do vinë, ditën e dytë do ikin, se pikë uji nuk ka brenda. Se nuk kemi ne kemi këtu, që jetojmë këtu nuk ka ujë. Si do ketë ai që do vi atë ditë, që ai e ka prerë atë, po parat ja merr. E qartë, do ma shpjegosh në Kotën e Verit, kishit ujë? Në Kotën e Verit kishim aq ujë sa mbyteshim. Po ku ky ujë? Ky ujë ishte që merrim gjithmonë na Novosela. Po pse nuk e merrni prapë tek Novosel? Se pre Novoselën atëre na solli greku na solli tubacionet, pavarësisht se këta thon kështu, na solli tubacionet greku, shtriu linjën që atje ku ishte gazi, te gazi, ish gazi i vjetër. Atje ku kanë ndërtuar ata atë pompën, e na sollin ujin këtu. Po na 14 anët tani edhe ata që kanë ardhur, putin atje te pompa. Pompat tona nuk punojnë fare. Vajta unë atje te pompa, pompisti punon te pompa, se punon te pompa, është ajër vetë. Nuk ka asgjë. Kush dërgojnë ujë, çfarë dërgon? Pse ri aty kot? Pse të pagojnë kot? E tha, dëgjova atë. Pse punoj? S'kam çfarë duhet ta. S'ka ujë. S'ka ujë. Punon pompa kot. Çfarë punon pompa? Se vjen punë. Pa i do i bëj inspektor. Jo, po s'ka ujë. Qa të vim punë? A i vjen vetëm punë. Pompa kyçur, pse? Ore kaq vite, pse nuk e kërkua të riktheheshit me Novosel? Një herë se disa kanë si puna juaj. Jo, pse se kërkua qeverisë rikthehen me Novoselën? E kemi kërkuar. E keni kërkuar? Po, se po asnjë ujë në zjarr. Asnjëri fare. Asnjëri fare. Do të bërish tani me tu. Do të pacion të ri, do të pacion të ri. Ka dalë investimi 27 milion euro. Dhe këtu nuk kanë hedhur një euro. Po çfarë ka dalë investimi? Për ujin. Për ujin. Ke nartës apo për ujin në përgjithësi të Vlorës? Për nartën tepa. Paguara bugjatët. Djali im, fëmija jot. Ajo pompa atje. Po. Ajo pompa është 250 euro, ajo. Pompa. Kanë vënë pompë tani? Jo, pompa ka qenë morë të vjetër, por një tjetër, 250 euro ajo pompa atje, shënon. Ka tender atje ikni të filmojni. 250 euro. Pompa mund tjetë, po s'ka ujë, thonë, zëtërin të kjo linjë. Pse bëjnë akoma investime në një linjë që s'ju funizon? Jo, s'ka bërë asnjë investim, pompa që ka qirë është, vetëm ka bërë, ka marrë lekët. A kjo është akuzë rënë pastaj? Ja, i shikoj atje. Jo, do ta filmojmë, normal. Po s'pati ujë, çfarë do bëj pompa, se ajo është histori tjetër. Jo, pompa e tenderin që zgjedhur atje. Ata thashën se deklaracionin. Edhe ju të njëjtin problem keni. Siç thotë i Zoti, kështu them dhe unë. Ore tamam sa ujë. Unë vjen një muaj në vit. Jam pensionist. Do iki. Problemet i kanë këta që janë gjithë vitin. Po ti atë një muaj njërë ti nuk shef ujë. Ka bërë push me 4 metra për thellësi. Por të larë gjërat. Po për të pirë pastaj Të pirë blej. të ble. Blej, qa të bëjmë? E për të gatuar blej. Po ai që si del do të me blerë më baba. Po qa të bëjmë? Me pensione, sa i keni pensione që? Qa pensione, pensione në dalin më vjen keqe pension. Marim, me shumë kooperativë marim. Edhe unë s'po ju pyes për tjera gjëra, për ujë vadice, për toka e për kultivime, s'po ju pyes fare për ato. Ne s'kemi për të pirë. S'kemi për të pirë, thëmë. Duhen lartë so. Si që thotë, ka të drejtë. Që unë vjen një javë ose një muaj, do marrë edhe 20.000 lekë nga boti, do mbushenët, do laj roba, do bëj ashtu, do mërzitëm, do iki. Pa ujë nuk rëhet. Se thonë, ka ujë, ka jetë. S'ka ujë, nuk ka jetë. Kjo është e vërteta. Po. Babe, dhe ti këtë problem ke, a? Dhura. Të hapur e ke? Vetëm mos më ullë këtë? Okej, të hapur e ke. Se gjithë të tjerët që bën që jemi këtu, që bën ankimin, është e vërteta. Kjo është e vërteta, troq. E para, që në kemi 15 ditë pa ujë.
Unë jam njeri i sëmur, i operuar dhe ku marë, ja, po pati në një ashu për të ngarkuar si kundër tha parafolqit e tjerë që nga vorezat dhe deri... Si e si këtu, e si me mjetë, se këshu në karo, Mos vajti puna nuk mban më. E di pse, se ne nuk kemi sot të ardhur, kemi 500 vjetë, jemi këtu të Zotët që jemi në këtë tokë. Të gjithë tani kanë ardhur për të gënjur, edhe ju, në qoftë se do na pjesni, të lutem. Unë nuk gënjej, vlla. Jo. Këtë fjalën tënde do ta çoj si sa më transparente. Çoje direkt, edhe tek më i madhi Rama, pse nuk vjen këtu të shikoj, pse çfarë është ai? Është perëndi. Shumë bukur. Thuaja kryeministrit po ta kishe përballë, çfarë do i thoje? Do i thoja. Ja. Do i thoja të mbaj popullin me ujë. Zoti kryeministër, ky është mesazhi nga Narta, mbaj popullin me ujë. Ne do të dëgjojmë të gjithë banorët, nuk vim për bindje politike. Ky problem është i mbartur, po problemi më kryesor është sot s'ka pikën e ujit. E nuk po gënjen as gazetari, as banorët. Faleminderit. Një minutë, po. Neve jemi 2 njerëz të sëmur. Burin e kam në krevat, është parali. Edhe unë me kush do mos jalloj. Thuaj titë. Ti edhe në halë, se ti s'ka askush sa sjellin. S'kam. As një pikajti në shtëpinë time të shikos, kjo erdhi gruaja që më soli 2 bitonë. Ç'a do bëj? Ja më thuaj ti mua dhe unë të marrë vendimin. Dhe çfarë tha sot ai i fshatit? Po. I tha burit tim, i tha edhe ignorant, se i kërkoj ujë. Kush ai punoi si... Jo, ai që është... Jo, është kryeplaku i fshatit. I tha dhe ignorant. Ne morëm kryeplakun dhe na tha që dua të më lajmëroni 24 orë përpara. Ne të marrim dorën si prifti, do të marrim dorën. Ne do të marrim dorën si prifti. Dhe i thot njerëzve ignorant, kryeplaku. Se kështu bën njerëzit, i thot njeriu të sëmur. Në karroci tha e ofendoj shumë, jo kaq. Po të vi kryeplaku. Të vi, jo, ri në kish, të ma dorën e priftit, në kish. Prandaj. Ore, ai bën shumë që falet. Që fal të gjithë falemi. Jo, që të gjithë falemi. Dhe njerëzit që besojnë. Tani që keni ardhur juve, duhet të ishte këtu. Të thoshte problemin e fshatit, se ai e di problemin e fshatit. Po kanë ujë për veten e tyre ata. Prandaj. E nuk e di ç'a bëjnë. Prandaj. Si është blloku i dhënë? Ku është? Po, do vende të mbik dhe ujë me karo. Ja, kjo kom. I shikonë, që kam 3 vjetë që përpëritam në për spitale. Me këm të smur. Me këm të smur. E ti po vashe me dhënë të mutras. Kujti? Kush do më pësjeli ujë? Striga. Ja, urdo, fakte. Jo, ajo s'do komentar. Hajde pas nesër në mëngjes në orën 5:30. Është një çështë më ty. Po. Edhe një çështë diku. Të shikosh luftë, ë? Luftë me bidona, me karo, me dorë. Me plaka edhe fëmijë. Shikoj çfarë bëhet. Kur erdhi për të marrë votat. Të milan me tafti, e? Kur erdhi për të marrë votat dredha, po, i thashun këtu. Në këtë shesh kanë ardhur shumë dhe kanë premtuar. Ne do bëjmë. Po nuk shikojmë do bëjmë. Po s'bëhet asgjë. Nga një katastrofë në katastrofën më të madhe. I kam vajtur atje në zyrun. Edhe bile i kam thënë se ti ke jetuar dhe në Dubai, ka qenë ambasador në Dubai. Në Dubai e kanë quar ujë në 120 kate, kurse ne jemi në nivelin e detit dhe nuk kemi ujë.
As Vlorës po ka, të dita as Vlora nuk ka. Po në. Ne, unë rinë në Greqi për vetë. Po. Në zonja këtu. Po. Kemi arë tani për Pashkë, ashtu. E kuptoj. Gjendja këtu është alarmante. S'është vetëm uji. Janë mushkonjat ndarke që nuk rrit dot në balkon. Kemi errësirë në përlagje. S'ka drita. Nuk guxon të dalësh në balkon. Ke frikë. Unë kam, më falni për bashkësatarët këtu, kam sjell nga ato që ngarkohen me diellin, dielloret e për natën, që të kem dritë. Luftë me mushkonja. Në ditë luftë me ujë. Dhe mushkonja në ditë, është në errësirë të gjitha lagjet. Rruga kryesore, nga... Atë e pashun, ajo e shtruar, e asfaltuar. Jo, deri e poshtë kanë drita. Po, e kam filmuar. Ne nuk kemi, nuk e di për tyja. Kur vi, bravo, kur vi unë pas 8 muaj ose 7 muaj. Njërë në vit, kur vjen për pushime? Jo, vit është që jemi kështu pensionista, vim. Dhe paguaj dhe ujin dhe dritat. Paguaj nga 300-400 euro dy vjetorja. Taksat vjetore. Taksa, që vjetorja 8 muaj. Shkoj atje në Esheqa, është ajo. Pra ti paguan taks, gjelbrim, pastrim, ndryqim. Të gjitha. E kuptoj, kam shumë qartë. Kam shumë të qartë. Në lagjen tonë, digjo, në lagjen pastrimi. Hajde këtu me mua, hajde këtu, babe. Në lagjen, dalje, në lagjen Zoga. Asnjëherë nuk ke folur kaq hapur. Po kush po gënjen, më babe? Apo gënjej unë, apo gënjen Zoga? Unë që gënjej. Po ne nuk po gënjem. Në lagjen Zoga këtu, kemi një shtyll në fund fare, që është e kalbur. Po, do ta ndjekim edhe atë, do vim ta filmojmë mbinjen pas emisionit. Është e kalbur. Vajtëm, i tham, kryeplaku të fshatit, i thash, e ishte dhe zotria atje, i thash, kemi 2 vjetë kemi thënë, ajo shtylla elektrike është e kalbur. Do bjerë. Do bje, dhe do marim, do marim flak shpit. Ti thua për shtyllën, unë i thash për dritat, kur të dash fonti për një lampë, unë qova... Dhe më tha, do vi. Kemi quar shkallën edhe qojnë vetë. E thash unë, Vangel, do vish, do dërgoj unë nesër, tha, jo, nuk jetë jam, unë i thashin në sy. Ja ishte dhe... Më tha që do sjell unë inxhinjerin nesër. As inxhinjer, as gjë. E takojmë darke. Vangeli ishte e mirë shtyllën që vendoset. Është shumë e mirë, thashun. Po tha kishim punë me votim edhe atë. Po do marr flakë, do më diket shtëpia. Kam punuar kaq vjetë kam bërë atë shtëpi. Po pse? Mirë thotë ta zotrit. Ju sjeni as në një fshat i humbur që tishit ku diun 2 orë nga rruga nacionale dhe po themi atje kanë mbet 5 shtëpi. Sa banor banojnë në këtë fshatin tuaj? Tani atëherë ishi 5.000 para, po, 5.000-6.000 frim. Po tani kanë ikur fëmijët. Duan të vinë për Pashkë. Pra familje ka, jetë ka. Jo, pse narta është e mbushur. Narta është e mbushur. Nuk janë... Po sezon turistik, a shfrytëzohet kjo sezon? Asgjë. Zverneci, thonë, dikjo, më fal tash. Thonë plazhin e Zvernecit. Në Zverneciotët nuk shkonin. Zverneciotët vinin në kohën e Verogjës, bënë shkollën këtu. Bënë shkollën. Ha? Kush e bën tek? S'ka problem. Nuk the për ujin, the për emrin e plazhit. Pse ta thon plazhi i Zvernecit? Po si se duhet? Plazhi i Nartës, është plazhi i Nartës. Është laguna e Nartës. Pse të thon manastirin e Zvernecit? Dhe mos të thon manastirin e Nartës. Jo. Ja me radhë. Po, ja ta mbylli zonja minja. Më fal. Gratë në kohën e vjerësime shkonin me varka dhe pushonin për 15 gushin, ishte monastiri Nartës. Dhe janë të varosur natjort atje, jo Zverneciot. Që thonë... Po pësi i mbeti emri i Zvernecit? Se gjithë lekët aty shkuan. Manastiri i Zvernecit, nuk është manastiri i Zvernecit, është manastiri i Nartës. është plazhi i Nartës. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Me njëherë mbas publicitetit do rikthehemi sërish. Në Nartë ka shumë probleme, është zonë turistike, ka një nga lagunat më të bukura në Shqipëri,
nuk ka pikën e ujit. Në 2025 vinë djem nga emigrimi, thonë banorët, sa vinë dhe ikin. Imagjinoni për turist. Miqtë e mi, ndodhem në qendër të Nartës. Jam me banorët e Nartës, kanë halle shumë, po halli kryesor është ujë. Uji nuk ka diskutim në Nartë, nuk ka ujë. Vjen me bote, ka ujësiel si disa herë bote, por nuk zgjidhet problemi me bote në një zonë turistike, në një zonë ku ka banor, ku ka jetë. Po, çfarë po më thoje? Dëgjoj këtu. Problemi i ujit në ratë të parë, ato janë gjëra që i zgjidhet dhe shteti. Po s'po i zgjidhet, prandaj ne kemi hallin e problemit ton. Po. Dije na prun një botë këtu. Po. Morën 5 veta. Po. Edhe boti u ngritet e iku prapë në Vlorë. Plot. Çudia madhe kjo. Morën telefon drejtoria, kush mori Perëndia? Iku boti që këtu vajti në Vlorë. Para 15 ditësh na prun një botë prapë si që erdhi dije. Po. Ujin nuk e kishin mbush. Dalë. Ujin nuk e kishin mbushur. Në përqesma dhe në përashtu. Na ujrat e ndoturat të Vlorës. Qa kanë sjell uji? Po, e idhja në bidon, edhe ishte tamam shishur. Se ne jemi bura, do vemi, do futemi dhe ndë të bëjmë shurën. Po gratë, ku të ven? Ku të ven gratë? Po. Ku të ven ato gratë? është skandalje në murje. E dirama, masa edhe nuk e di. Shë po të dinte do... Do ndërtojmë shtet për të quar më në fund ujë në robinet, se s'ka turp më të madhu bëm 20 vjet, çdo fushat turën tërë do ju bie ujë. A thua se do bie në Flori, mund të jetë premtim për në Sahara, po jo për në Shqipëri, se ujën e kemi ne. Problemi është ta çojmë në robinet. Në mbyllje të mandatit të tretë, 24 orë ujë në ditë. Ne vdesim për ujë këtu, e dirama sot e kësaj dite është në plazhet e Vlorës. Nuk e shikon ai atje, lajet. O babe, po ju keni kaluar 12 vjetë, pse s'ja keni ngritur, se ju votën e jepni, po kur vje puna... Ujë kërkojmë, ujë. Po mërë po, jam shumë dakord. Ujë kërkojmë. Nuk na vjen famit. Fjale e parë që të thotë fëmija, ka ujë baba? Jo, Ore, nuk vim. Ore, po kjo kruarja është e pa precedent fare. Ore, është merë. Nuk ka një organizim. Kemi 2 orë në nartë, nuk rri do të pishin kafe në qëndër. Vjet. Kjo fytyra këtu që shikon tani në këtë moment këtu. Kur të vini radhës tjetër, ka vajtur një 2 kg ka vajtur fytyra ime me bidona. Ja ullu pak vlla, ullu pak edhe pak. Me bidona në krah. Po? Fytyra ime ka vajtur deri në Amerikë. Që ngarkoj e ujë. Që ngarkoj e ujit. Sa kaloja me bidona bashkë me gruan. Që të gjeja qesëm të mbushka ujë. Do bëj mira i drejtët në ndaj që qeska në fshat. Për çfarë? Të zeza. Për çfarë? Për banjo. Që të venë në banjo. Se ujë s'ka? S'ka ujë. Të ndaj qeska të zeza që t'i mbushin njerëzit. Në qeska edhe t'i edhe në kazane. Po një dit na ikën ujë neve, bëhemi si tërbuar në kryeqytet. Në kryeqytet? Po neve me vite? Që 12 që ka marrë këtu të shpitun, pa ujë. Pa ujë. Me karë buri. Tashi buri ishë në karocë. Kush do më mbajmë? Kush do më mbaj tashi? Ne ishim të lidhur me në foseljen. Nuk vuanim kur për ujë si fshat. Po pra, të po them dhe unë se nuk kërkoni të riktheni me në foseljen. Në çdo 100 metro, ishte qezma. Rjedhje të lirë. Natë e ditë. Po zotëri, ata thonë do a regulojnë, po për të reguluar kur do të regulojnë? Kur? Thonë. Do. Kur do bëhet ajo do? Gjithmonë e ardhmja, koha e ardhme. Shumë e dimshme. Po nënë. Unë e kam shpinë e djallit poshtë e ullin. E kam shpinë e djallit poshtë e ullin. Edhe kishte ardhur inxhinieri. Ne kishte të në nakau, ne çajtë të jo sa mo. Po. Si vjeta. Ja, ta dëgjoj. Me goj.
Si vjetë do të bëjnë linjën ta, me qënë se kanë bërë linjën e vjetër, këtu e vjetë 15 vjetë se kanë bërë, në për kanalet të iki në ujrat, edhe ujrat e zeze. Pra e pranojnë që uji i pishëm kalon në të njëjtin kanal, e pranojnë? Do të qënë Po. Edhe i thashë, do bëhet linja e retha, kardë dhe fonti, Po. në rrugën kryesore dhe do i ndajnë si që ndajnë lila këte janë dhe këte janë dhe. Dua të them që projekti për sistemin e ri shpërndarjes për qytetin e Vlorës parashikon 3 element kryesor: sistem shpërndarje, dhomë të rekomandimi bashkëkohore dhe standardeve europiane të rezervuarët e qytetit Vlorës, njëkohësisht dhe stacioni numër 4, i cili është stacioni kryesor i furnizimit me ujë të qytetit. Ato të ujtë do filloj ajo që tha i inxhinieri, tha shumë se vete gjithmonë, të shpje bjallë. Qa thua, tha mua, me tërmën dhe te tha që të filloj, tha. Po pse në gënjej gjithmonë, tha shumë, një jekë që kur u lindë, po u rritëm dhe po vdesëm, tha shumë, me gënjeshtërën do në gënjejnë. Po bota ka miliona, edhe nuk ka ujë në 12 katër, në 20 katër, ne nuk kemi ujë për të birit. Po turp nuk është për ju vetë. Po jam shtu, tha, po qa keni juve, tha, inxhinier. Tani për te ujit, ju kapi këtë 2.000 plerave juve, apo serdi? Se keni dhe hallin e plerave, me gjithë se u tha që du hiqen. Edhe plerat edhe të gjitha farë. Edhe Zvërneci që tha ajo zonja tje, gjitha i Zvërneci që është turist, fshat turistik, që zma ujë nuk ka. Edhe Zvërneci nuk ka ujë? Jo, nuk ka fare Zvërneci, ne kemi dhe linja. Një minut, ne kemi dhe linja Zvërneci, nuk ka fare se unë jam binga Zvërneci. E kuptoj. Kam puse, lanj, edhe nga çdo shtëpi ka nga një pusë atje. Kuptoj. Edhe dene i faturisti i pashtu. Tha mua ati e motre filanit, po i thashëm. A i ka tha për të dënë 300.000, tha. Për qaj thashëm 300.000? Për uj, tha. Po ku ka Zvërneci uj, thashëm? Zvërneci s'ka qes mas linj, thashëm. Si i dashka to 300.000, thashëm? Po kërkojnë dhe qera pusi? Po, jo pusi. Se këshu i bie, se përdej sa s'ke linj nga rjeti? Në ato ko që thoshte i linja e ujtë kishte 24 orë qezma. Ajo ishte nga në Vosela që kishte 24 orë. E mora vesh. E mora vesh. Atere kishte dhe Zvërneci, po tani Zvërneci nuk ka fare linj ujë. E kuptoj, pra njësoj ju dhe Zvërneci jeni në të njëjtën barë. Jo, të kuptojmë, po... Kishte, janë mbyllën tani se marrin ata që janë turistët që vinë atje. Posh, prandaj, neve kemi halin tonë të nartës, që na kanë mbyllur ata. Qa se lezës njeri, le të vend të kërkon vetë ata. Kishin dhe partia, kishin. Nuk e mojë, sa të ti. E ngritëm... Ne kemi halin tonë, s'kemi ujë. Ajo është punë. Ti me të i gjete ujë, sot. Sot nuk kam gjetër fare. Nuk e gjetër? Jo, se s'kam radhë sot unë. Nuk e radhë? Nesër kam radhë. Se me radhë e kam radhë? Shpia që kam qëpuar, po do vinë një njëra. I merë jera... Me një herë mbapa, do vinë direkt, sa po të marrojmë emisionin në për... Pra të shtuar situata jote, që do bësh nesër ti më parë? Nesër do marrë ujë të kem të lajmë. Po sa ujë do t'japi? Sa gjusë 20 minuta. 20 minuta? 20 minuta ujë. A sa do mbushesh ti për 20 minuta? Mbushet depozita? Nuk mbushet, gjusë në depozite mere. 20 minuta ka era. Gjusë në depozite do kaloj 2 ditë. Ujë është aj, jam 2 veta që të lajmë. Do laj robat, do laj trupin, apo do pi. Këshu kalohet, sa kanë ardhur këtu edhe as një gjë nuk kam bërë, edhe as do bëjnë. Shtu ju kam mbledh kush më përpara në këtë mënyrë? 10 herë jemi mbledhur. Çfarë ju thonë, jam shumë kurioz, ore çfarë ju thonë kur ju mbledhin? Edhe kryetari bashkisë erdi, na mblodhi këtu, unë tha do u bëj që të keni gjithë ditën ujë. Ku është?
Jemi këtu në manastirin e Zvërnecit, jemi shumë të lumtur, sepse kemi çfarë të ofrojmë, kemi çfarë të tregojmë, dhe patjetër duke parë dhe gjithë atë zhvillim që po ndodh në qytetin tonë, është momenti i dur edhe për të promovuar gjitha ato vlera që unë përmenda pak më parë, duke filluar nga tradita, nga ushqimi, nga mënyra se si mirëpresim vizitorët në shtëpinë tonë. Do të sjellim edhe sa kryetari do marrim plekra të tha ai kryetari. Kur i tha? Këtu e Kur fiks me datë. Para Dritan Leli erdhi këtu edhe na tha që ja, do vi direkt. Do kemi gjithë ditën ujë. Sa i përket investimit në ujësjellës, ne vetëm para pak ditësh kemi firmosur bashkëpunimin tonë me Bankën Gjermane për të pasur një investimet më të mëdha që kanë britur ndonjëherë në territorin e Bashkisë Vlorë për të garantuar furnizim me ujë të pishëm me maca në çdo abonent të territorit të madh që quhet Bashkia e Vlorës. Neve i tham 1 orë ose 1 orë e gjysmë. Pra ju i kërkuat 1 orë gjys, ai premtoi gjithë ditën. Gjithë ditën. Edhe s'ka ku urgjent. Faleminderit. Po. Më përpara kishte fshati ujë gjithë ditën. Edhe tani nuk ka 1 orë ujë. Faleminderit. Ja. Ja, po do më presesh pak sa të mbaroj, edhe për 5 minuta mbaroj. Për 5 minuta. Kur jemi mbledhur, para 8 vjetëve, që ka qenë Dritan Leli, ka ardhur aty që do ju sjell ujë. Bravo. Tjetra. Kush u premtoi tjetër? Ky i riu, ka premtu ky i riu? Nuk e njohim. A se një fare këtë Ermal Dredhën? Jo. S'ka ardhur tuk e ju? Nuk e njoh të tha. Po, më fal. Uji derdhet poshtë tunelit me qatë të them. Aty kanë bërë pompat, ka bërë Gjermani, edhe uji është i gatshëm. Nuk e mori... Pra vetëm me shtru linjat ka mbetur. Po të vesha të jeva duan kokë. Gjithë uji i mirë ikën në det. Po ku është fiksi si vend? Do miliona lek ta bëjmë. Po dham mori nga qeveria miliona lek ai. Se bëri fare. Pompat janë gati. Nuk është justifikim ky duan miliona sepse është gjithë ky popull. Mirë të Gjermani mandej i doli pak e kristalizuar që do sillte vaporët edhe nuk e mori. Le ta sjell neve. E kuptova. Faleminderit. Po nën. Nëna, ja, të thot dy llafe nëna, sa vjeçe je nën? Unë 81. Edhe 100. Jetë shëndet. Kemi me një gjetone, kemi bashkë. Po. Por vinë do një eruj, ora e saj punon, neve jo. Ajo me eruj, neve nuk marim uj. Pra edhe kur të vjen uj, ti prap s'mer uj? Prap nuk marë, dhe kanë shtypur edhe tu, bon atje që kalon uj, mos të kaloj fare të këneve. Pra është hall mbi hall kë? Pra halli uj që e keni të gjithë ju? Po kështu nuk dhe, neve duam të largojme fare nga të njetone. Nuk mund të zhe dhe... O nëne, ti si e siguron ujin, atë pak uj, si e siguron? Vetëm... Blej. E blen? Po për t'u larë? Por t'u larë dhe qartën e bëje ta. Qartën e bëje ta. Me zi bledh një 3-4 bidoni këtë lajmi, 2 plegje. Me bidona lashë? Qartë ku të gjejmë? Ku të gjejmë uj? Gjejmë i keqë. Por që atë me të gjithone neve nuk kërojmë do të. Të kuptoj, tani këtë probleme keni gjithë vitin apo... Gjithë një vite. Po edhe në... Kjo punësh. Vetëm në Behar. Çdo Behar, kjo punësh. 3 muaj Behar i vdishëm në krap, ku e japin ujnë, e japin për hotele këta ujnë. Sa atje e japin, para ti duan mua merë Tirana ma pre ujnë, se kisha paguar, kisha paguar se s'kisha ujë, erdi ma prenë. Do me thënë, të prenë tubin që ti s'kishe ujë? Që s'kisha ujë, ma prenë tubin, ma oqën fare ma prenë,
Se si kisha paguar. Po që të paguaj ti kur s'ke ujë? Po folti, po letrat që vinin. Ndyrësira. S'ka ardhur kurën e kurës vëllai. Po. E kanë ardhur 25.000. Po mi mendon pse nuk i denonconi se kjo quhet vjedhje? Ne kemi vajtur dhe atje dhe na kanë ndjekur. Na kanë ndjekur drejtori. E me bidona kemi vajtur në Vlorë e na kanë ndjekur. Unë i kam parë protestën tuaj me bidona. Kam parë këtu, kam parë dhe në parabashkisë. Parabashkisë ishim neve, ja. Po. Të gjithë ishim parabashkisë. Po pra, po, aty u kam parë protestë. Ju kam parë. Kemi vajtur para. Edhe pas zgjidhje. Pas. Ja. Dhe pastaj duam të largojmë me fare nga këto. Ku të largosh më? Ku do shkosh më? Nga të më larg. Ja dalim dok ne me të blerë, sa blerë botin dje. Dita ditës. Që ti ki fare që këtu. Pse ke të frikë se mos ju a bëjnë për t'ju shpopulluar? Po të na lëm pa drita, po të na lëm pa këtë, qa do bëjmë dhe në plus? Mos të figurojnë. Do i mbinë në shtëpi do i ku janë djemë. E dhimshme. E dhimshme, po tjetë e vërtet kjo është katastrofë. Nuk e di, është apo sot. Po. Shkruan arqotëve, mirë ju bëjmë. T'ju lënë edhe pa drita. Pse votuat Partinë Socialiste. Kështu kësi shkruan që. Ti qa përgjigje do ipje? Po nuk e dashe përgjigje, që më duhet më se qa thonë ata. Po gjithë Vlora votoj pësën. Atë thashë, Vlora e pësën. Po pse ta thonë atë fjallë? Mirë ja bëjnë arqotëve, tha. Se votuat Partinë Socialiste, tha, dhe pa drita t'ju lënë, tha. Erdi kryebashkiaku këtu për pas kërcyen, bravo, mirë bën kërcyen. Po le të vite tani bashkë me të kandidatën që është ajo, të vite të kërcej me bidonat pa ujë. Të vi njerë të Rama, pse nuk vjen këtu nartë? Këtu s'ka ardhë asnjëherë, Rama? Neve të mi qenë që në kone në rëndë fshati më i mirë, fshati më i... Nuk duhet të them për fshatat e Shqipërisë që ti diferencosh, e qartë. Po kemi qenë fshati më i mirë. Dhe në ka të disën pa ujë. Po, fiks lagje Vlorës, se është pa shkëputje. Na bërë dritan deli, do vishte të tregoj kërë. Po, ja, se s'kemi paruar edhe pak. Ja, tani. Vajtëm dhe të ndërmarje ujësjerësit, në thamë se do bim atje të regulojnë. Nuk erdi fare. As ndërmarje shkojnë dhe dy pleq atje me këtë zapën. Thuaja nëne, qa do i thuash kryeministrit për ujë? Qarë do t'i thuash? Ja, e zëmë se do t'a kesh ka qafër, qa do i thoje? Të kemi, dua muj. Të kemi gjithë një, jo të mblek 2 bidone të shkoj të laj me 2 bidone. Po. Më mirë të vdes, thot, është 85 vjeqe, kjo është të një, të vdes, thot, la që tha me të 100.000 qa merë, a uj, tha, më mirë të vdesën plakët, 80 vjeqe lakë, shikone. Dimshme. Faleminderit. Nëne, rofsh, do t'a mbyll me këtë zonjën këtu, si ja bën për ujë? Uj, s'kam, ja, i blejt e bledi. E blen, po për t'u larë? E me ato? Si më me ujë të blerë? E që të bëj? Më ndimon një që kërë një kënë ngrejtot, nuk e ngrejt se jam të katun. Po shto ngrejt që më? E kam grëngarenja, ko i vero gjësë koma. Me këto, 3 vjet e 3 vjet janë. Me këto bastun. Më ndimon. Të ndimon shinësia? Më ndimon, të gjitha më ndimon. Veti muj, të gjitha të mira argullojnë. Veti muj, dua muj. Ujtë keqen e Faleminderit. Kush do ta mbaron? Po. Të nderuar miq, ne kemi ardhur në fundin e emisionit. Bashkë me zonjën dhe bashkë me zotrin dhe zonjat që gjetëm në mes fshatit, ne do t'i çojmë një apel drejt për drejt kryeministrit, sepse kryetari i bashkisë po të kishte qenë për ta bërë, ky sot me i djeshme e i pardjeshme ta kishin bërë. Ky është fakt që sot në 2025-ën në qershor, në nart nuk ka ujë, ose vjen me pikatore. Ky është fakt. Tani mesazhin ta jap zonja. Dua t'i them zotit Rama që fshatin ton, ju lutem shumë nga për gjithë fshatarët e mi, më falën dhe për shqipen, por duam ujë. Narta është një fshat i bukur, fshat turistik dhe është turp në këtë kohë të jemi pa ujë. Pa drita, nuk ndriçohet fshati, është një fshat i lënë, si ta them unë,
i paratisur, nuk di ta them i braktisur. Po të paktën të Një fshat i bulevardin e kanë bërë, se do na thot pastaj që e kemi nxirr. Ne nuk e kemi nxirr, bulevardin e kanë bërë të paktën. Po bulevardin vetëm. Narta nuk ka vetëm. Narta do Se ullë, s'duam narta të do nxirrim që të ndryqim. mos na thot nesër pastaj. Nartat na ëngrën mushkonjat, nuk rrim dot. Ja, mushkonjat, kjo e mushkonjave është tmerr fare. Kjo është Është gjuna për nartën. Mua më masakruan. Ne, edhe juve edhe ne. Unë tani kam 17-20 ditë që kam ardhur nga Athina të jetojmë këtu. Si do jetojmë? Fëmijët tanë nuk na vinë, dhe të duan. Pa ujë, pa drita. Ti të rikthesh, ta mbyllësh me Greqinë, të kthesh në shtëpinë tënde. Dua dhe shumë fare. Do të kthesh. E dua fshatin tim si gjithë fshatarët e mi në të gjithë anët e botës që janë. Të gjithë duam të vim në nartë. Po si mund të vim? Si mund të jetojmë ne këtu? Shifi ferat ku janë. Të vish ande nga shtëpia ime, ferat kanë mbuluar ka vajtur deri në katin e 3 të lartë. Po është turp. Nuk ka njeri të përgjigjet për nartën. E kemi të braktisur nartën. Ju lutemi na ndihmoni. Zëri jon të shkoj, të paktën uji dhe të gjitha të tjerat me radhë. Me qartë. Faleminderit. Zoti kryeministër, besoj se me kaq mesazhin e more. Banorët e Nartës kërkojnë ujë. Ujë në 2025 dhe asgjë tjetër. Ky ishte emisioni Fol nga Narta. Emisioni rradhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë. Emisioni Fol shkon atje ku njerëzit kanë hall, kanë problem e duan të flasin troç pa filtra. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.